është një personazh qesharak I cili qarkullon në rrjetet sociale, Pilinçi, është I ardhur nga Amerika, I bën titullin profesor përpara, është një personazh shumë grotesk, vjen përdallë me bodyguard, me makina të cilindratës madhe amerikane dhe thotë që Rama ik të jap afat një kohë, broshkulla të tjera që normalisht janë për një psikiatër. Me siguri ka gjetur belaja shpinë sepse po I shpenzon parat, por unë besoj që ajo hapësira që I jepet është një hapësirë që I krijohet sidomos nga Rama për të thënë që shikoni alternativat e 80 vjeçarëve, Berisha, Pilinçi, pra këta të dy janë konkurrentët që duan të më marrin pushtetin. Njëri është më I matur, është Berisha, I cili thot kilometri fundit e tjera, tjetri është me gojë lëshuar dhe I thot edhe një javë ke kohë mos prek gjë, CIA, Mossadi, dëngla të tilla. Domethënë tamam kur thon estradë. Ndërkohë, me sa duket ky ves ka kapur edhe të tjerë. Ka kapur, shikoj te Partia Demokratike që ka personazhe që thonë që Berishën nuk e njeh njeri, Berisha është I ikur, Berisha nuk ekziston. Dhe kjo është e bukur sepse me mendjen time edhe unë dua që Berisha tiki, por problemi është që Berisha ka vulën, ka ndjekësit, ka votat dhe ti deri në momentin që nuk certifikohesh që ke ca vota me të cilat mund t'ia kërkosh Berishës ikjen, I ngjan shumë Pilinçit. Pavarësisht se disa të marrin seriozisht dhe ata që të marrin seriozisht ose që përpiqen ta fryjnë personazhin, janë personazhe të cilat duan që të ikin me se s'bën Berisha. Mirë po, për të hequr Berishën duhet të gjejnë personazhe më të besueshëm se sa Pilinçi në rreth 4 ore. Sepse nëse Pilinçi është humoristik, Pilinçi origjinal është humoristik, këta s'bëjnë as humor. Prandaj them që duhet në një farë mënyre, nëse duan të investojnë aksionet e tyre media të caktuar ose personazhe të caktuar politik, bëjnë mirë mos I investojnë te Pilinçët. Gjithashtu janë ca tipa të tjerë që thonë që neve të besuam ty për Berishën, punuam për ty, po ti na zgënjeve. Kush u zgënjeu? Berisha? Berisha zhgënjimi I Berishës u morë vesh në 94, vetëm idiotët nuk e morën vesh. Të tjerët që ndoqën për arsyet e tyre, për karrierë, duke menduar që do ta kapërcenin, do ta varrosnin dhe do ta merrnin ata. Për tarafet, krahinarizmi, cili është I dukshëm të çdo ndjekës të Berishës, por që të thuar të besova këto 35 vjet I bie që o je idiot ose lere fare të muhabet. Ndodhi si ndodhi, ka që duhesh e Berishës, të hodhim atan, po mos u bëj një personazh më grotesk se sa Pilinçi. Së të paktën Pilinçi ka zgjedhur atë të vetën, bën mitingje, bën qeverira, cakton ministra, në shtypi drejtor agjensish. Por ta lëm këtë. Këta janë personazhe historik që I nxjerr koha, ndërsa ti mos bjerë në atë kategori drejt që e mori, se ke pasur edhe poste në parti edhe në shtet, duke rënë në atë nivel, tregon çfarë mjerimi I tipo ka qenë edhe ajo parti që të ka promovuar. Jo, këta gjenden edhe nga krahu I majtë, po të paktën qenia në pushtetin mban më të disiplinuar, se karafila të tillë ke boll të shikosh disa për personazheve që ishin shumë të rëndë në kohën e qeverisë së parë socialiste Fatos Nano, dhe ti shikon sot se çfarë karabushash janë. I shikon sot se çfarë mendimi të cekët I kanë. Pra, ekzistojnë nga dyja krahët, por sot këta janë në pushtet dhe duhet I heqësh karrigën tjetrit që ta kuptosh sa mend kanë. Ndërsa këta që janë pa karrigë kuptohen menjëherë. Kështu që problemi është që kush do t'i marrë karrierën Berishës duhet të ketë një program politik dhe ta fillojë punën në bazë. Rrjetet sociale janë të fundit fare, mediat janë të fundit fare. Ndërsa media që investon tek këta është ditë e zezë, I bie që s'kan tru fare për ta kuptuar se si funksionon politika. Si gjithmonë në fund ju rekomandoj të bëheni pjesë e kanaleve tona, të regjistroheni, kushton vetëm një klik, dritare të vendet kanalit Rudina Xhunga. Faleminderit.